nga kallëzo. Po ju kërkon juve. Jo, nuk është, thot më ka dalë një problem familjar për privatën. Djevele se këtu ishte para pak minutash. Kom edhe një delegacion këtu Holandit dhe studenta. Denoncimi të cilin e kemi pranuar shpërfaq dyshime se në disa shkolla të Kosovës punojnë mësues të cilët kanë diplomu në programe të palicencuara. Këta mësues që kanë kryer shkollën në programe të palicencuara dhe të pa akredituara janë toleru për vite me radhë me punu në shkollat e vendit dhe me dhënë mësim pa i pengu askush. Këtë problem, Bukur Madhor e kam zbulu duke gjurmu historinë e punësimit të 2 mësueseve nga Peja, të cilat punojnë për më shumë se 15 vjet në shkollën fillore Lidhja e Prizrenit në Pejë. Kam shku me i taku në shkollë 2 mësuesët, Rezolita Gorani dhe Luljeta Kurhasani. Interesimi e bazik është me kuptu se me çfarë diplome dhe licence ato janë punësu në shkollë. 2 mësuesët na kanë taku, po nuk kanë pranu me fol para kamerës. Edmond Beqiri kishte qenë rektori i Kolegjit Vizioni Evropian në Pejë, i cili edhe i kanë nënshkruar diplomat e mësimdhënësve Gorani dhe Kurhasani. Beqiri sot është prorektor në Universitetin Haxhi Zeka në Pejë dhe profesor atje. Kallëzo.com nga data 2 qershor 2026 e ka pyetur me shkrim dhe telefonuar disa herë, por Beqiri nuk ka gjetur kohë të përgjigjet. E keni pa një email dje që i kom dërgu? Jo, se kom pa. Janë disa pyetje në lidhje me Kolegjin Vizioni Evropian në Pejë, ku keni qenë rektor. A mundeni me i shiku ato pyetje dhe nëse mundeni me na u përgjigj sot? Shikojnë nëse kom edhe një delegacion këtu Holandit dhe studenta. Okej, po edhe nëse lironi prej kësaj mbledhjes, ju lutem më tregoni kur të lironi edhe më shkruani edhe mandej bisedojmë edhe në telefon. Po më vjen keq, është në takim. Mundeni, nuk i di. Pyetjet i kom dërgu prej 2 qershorit, dhe janë bo 2 ditë, edhe sot e thira gjatë tërë ditës, është e 3-ta herë, edhe tash këtë herë paraqiteni jo. Okej, mu po më vjen keq, nuk më i me ndihmu. Nga kallëzo. Po ju kërkon juve. Them që jeni në fakultet biznesit, apo? Okej. Në rregull. E kuptoj. Në rregull. A nuk është? Jo, nuk është, thot më ka dalë një problem familjar për privatën. Se djevele se këtu ishte para pak minutash dhe përfundove që është... Na duhet ai, për shkak se kemi disa pyetje për to. Jemi në Fakultetin e Biznesit të Universitetit Haxhi Zeka më 16 qershor 2026, ku morëm vesh se profesori Edmond Beqiri ka provim në ora 12 me disa studentë të këtij fakulteti. Ora është 12, përsa edhe na informuan studentët se ka i provim sot, mirë po, ende nuk kemi pa që ka ardhur, edhe studentët janë duke prit. Në anën tjetër ne ishim para se marrë këtu në rektorat të Universitetit Haxhi Zeka për me taku, pasi që profesori Beqiri ka qenë në vitin 2006 deri në 2011 sipas një biografie që ai ka të publikuar, ka qenë rektor i Kolegjit Vizioni Evropian në Pejë. Dhe jemi ardhur me pyet për këtë kolegj privat që kishte ekzistuar atëherë, se a kishte pas licencë nga Ministria e Arsimit për të operu, dhe a është ndjeni për disa diploma që ne kemi gjetë se ka mësimdhënës pikërisht në komunën e Pejës që punojnë në shkolla të Pejës dhe kanë diploma prej atij kolegji privat. Ka një muaj që profesori Beqiri nuk përgjigjet në pyetjet tona për të na treguar se si kishte vepruar Fakulteti i Edukimit i Kolegjit Vizioni Evropian pa licencim nga Ministria e Arsimit.